Viti 2026 pritet të jetë i vështirë për të gjithë qytetarët që kërkojnë të blejnë shtëpi përmes një kredie bankare. Në raportin e Bankës së Shqipërisë thuhet se viti 2025 është mbyllur me shtrëngim të kushteve që aplikojnë bankat për aprovimin e kredive për blerje banese, ndikuar edhe prej kufizimeve që janë vënë nga Banka Qendrore prej 1 korrikut 2025. Qytetarëve, thot banka, po ju kërkohet më shumë kolateral në mënyrë që të marrin kredi për blerje banese. Shkaku kryesor për rritjen e kërkesave nga banka janë tavanet e caktuara prej 1 korrikut, ku një qytetar kërkon të marrë lek për blerjen e banesës së parë, banka nuk mund të japë më shumë se 85% të vlerës së pronës, ndërsa për shtëpinë e dytë në vijim deri në 80%. Kufizimi tjetër është për kthimin e kësteve të kredive. Për huat në lek, kësti mujor nuk duhet të jetë më shumë se 40% të ardhurave të kredimarrësit, ndërsa për kredinë e dytë dhe më tej ulet në 35%. Tavanet janë edhe më të ulta për kredit në valutë, përkatësisht në 75 dhe 70% të vlerës së pronës, në varësi të blerjes nëse është banese parë apo e dytë. Stoku i kredive për blerje banese sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë është 2 miliardë euro në 2025, ndërsa vetëm për 11 muajt e vitit të kaluar u dha në total 590 milionë euro huaj re për këtë qëllim.